Jemi rikthyer në spektaklin tuaj, jemi këtu bashkë. Jemi me një mysafir tepër të veçantë. Për vitet të tëra, absolutisht është njeriu që ka sjell bukurën, ka sjell dramën, ka sjell humorin, ka sjell komedin, ka sjell filmin, ka sjell dashurinë e tij përmes skenës. E kemi thënë shumë herë se skena është ajo që kultivon. I tillë vjen sonte për të na rrëfyer rrugtimin e tij që ka kultivuar botën e dramës, e të teatrit, me një përvojë fantastike vjen sonte për ju e për ne, zonë e zotëri, Avni Hoti. Postoni! O feta, ku mos postune? Ti, që ty, nuk vlen për juve. As për juve, shikus të nderuar. Atër postone një studio se erdhe. Një se gjitha. Mesi. O feta, me të vetë, e bekimin pse s'pes poston kur? Po nuk pe bon punën për me s'postu. Ata ka bun punën në herë miheria me s'postu? Jo. E po që ata i respektojnë, që jo që ju tutë një atë më... Respekt për familjen qërë, bekimin, gjithashtu respekt për miherien, po. Lui venit që për menit e nësoj. Po ti unë së ula hesës gudzova, mo. O ti i ditë senet. Meta i s'postuar. Mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Ndihemi nderuar që jam në emisionin tënë. Të falimderit shumë, na ke nderu që ke ardhë, të kemi pritë, goxani ko, kemi pas dëshirë, ti ke qenë prezent non stop në skenë, po... Keni pas kun me pritë, na jem tash, po du me kom modeste. Vesh, mos në posto shpesh, se në regulli, absolutisht kemi pas kanë me pritë. Unë ju prezentova, për mua jeni një njerim që në kurrizin tuaj bartni një piramid vërtet me një mozaik krijimtarie për sa vite. Faleminderit për komplimentet, po i 40 po bëhen. 40 po bëhen. 40 vjetë në skenë. Aty. Kështu, a kështë mendu kur ke qenë fëmi në nxans në shkollë fillore? Të mes? Kom mendu ashtu, po e kom ndi dhe qysh, tash është bon modë dhe është shumë e vërtet, e kom ndjek andrën. Andrë e kom pas. A ke ndjek andrën? E kështu që e kom ndjek andrën, në shkollë fillore kam qenë, kur për herë të parë, atëherë, e dinë edhe ti qëfar kur nash kanë qenë, kemi pas një radio. Dhe në radio ka qenë ura gazmore, do të mi gjara mësër fitim domi respekt e ndjes pas. Do thotë aty i kam fillet e parë dhe Bacakolli dhe plot aktor të tjerë. Të lutëm, është një plejad për cilën du të hesh kapelen, respekt pasin e shpirë të dritë ju baftë atje ku janë. Që i kanë vu shtylla. Edhe e kom imitu të parin Migjen Ram. A të parin Migjen Ram? Migjen Ram, këtë që në shkollë edhe më kanë marrë shpesher për klasës në klasë, me shku me imitu Migjen Ram. Ose për ditë shkollë, për festa, ato gjithsesi, do të aty edhe Zoti ma ka plësua dëshirë që kam pas knasin edhe të bashkë... Një ditë të bashkëpunosh me ata njerë që i kishe... Me Migjen Ram, edhe pse me shëndet, s'ka qenë mirë atëherë, po mjafton të vish pra një ati, vish me po, në kështu, do të frëmzimin tim të parë ato. Gjigant. E mos lasim më ndej, këm pas fatin, thamë që vërtet, me artistat më të mëdhaj që i kemi pas, dhe i që i kem, me lujtë, pranë tyne, se me ta ju, po pranë tyne, plot energjia, ata më kanë bon këto që jam sot. E ndo që andrën, do më thonë, thjesht. E ndo që s'judava. Kur mbarove shkollën e mesme në Klinë, Në Drenas. A në Drenas? Po, në Malishev kam qenë 2 vjet në Drenas. Po qash kam qenë i rahatshëm, e kom diplomu në Klinë, kështu që 3 qendra. A, shumë i rahatshëm. A ke qenë zonë si mirë? Ishke të qyshëm kam qenë. Të lullë. Se ke mujtë pasaj të lidhën një thona, dhe që unë kom mësu fërt. Po, është e vërtet, kam mësu fërt,
Gjitha i ku pas peshe, po edhe i pa bon rahat, pak jem kon kështu. A i pa bom rahat kështu? Diqysh Energji, kërkuse. gjithë shka e bësha pak ma nërsh se tjertë. Di nëse dikush i ka ra topit me kam djatë, unë jam mënu me të shmajtën, se s'kom ditë me asion mirat, po unë e bili me të shmajtën. Ndryshe, ta ndrojë. Pak ma ndrysh. Migjen Rami, edhe kush ishin idhuj tjerë të ciltin diqje që i kishe, që u bon shkaktar që ti të rrugtoje kështu në këtë dritim? Tash edhe rrethi jem, që me thonë, gjithmonë i ka prit që ato sene prej me, kështu që i kam fillu të zhvillohem, do të edhe në shkollë fillore, kam bo këto imitimet, kam këndu, ma dje që ka është edhe ma interesant, në atë kohë vitet e 70-ta, unë kam valzu shotën me një djallë, po unë i veshën si vajzë, se vajzë atëherë nuk bëjke me dalë në skenë, e me po, se si dilë kënë sketëri na, ka bo për burë, që e burë i kjo. Jo, e ti si vajzë, a? Unë si vajzë kam valzu. Atë nga cmur ma vonë pastaj që? Jo, se si dishe piskenë se ishë në shamin, ka zërë në që mësë më afrani më nga se... Ka dalë se këtu jam vetë në... Do të të interpretime, recitime, ma di ka herë edhe me kënu zdisha, po edhe kënu isha për di shkollë ose për... Ja ke thonë kongës. Po si. Unë nise me synimin që të registroshe për artist, për aktor në Prishtinë. 4 herë është hapë konkursi për teatrin e Trive në Prishtinë, 3 herë jëmë pranu, asë herë s'ka funksionu e teatr, herë në fundit dikon 8-9 Do më thonë, e selekcionante, i pranonte kuadrin, po s'fillonte. Po nuk funksionante, që po di politikat atëherë që shkanë qenë, dhe herë në fundit është hapë konkursi për teatrin të rive, fëmive dhe kukullave. Unë e kom pa në televizor, po s'kom mëndu, thash, po 3 herë u pranova, prap edhe kjo s'do të jetë funksional edhe Njojtë, shkon. Po dashti zoti, përmes një njeriu, tash është një regjisor Ismail Limeri, ka kontaktu, po... Ata që si kemi, bajmë homaz në shumë atrofitje, e figurave gjiganta dhe më shumë. Edhe përmes tija, rasisht me një dajtem, ka bisedu dhe i thëtë e kom një njëp kështu fort i shkon kjo, thëtë po pëse s'kom kërën është që tash rasti, edhe njoftoj. Edhe unë kërkova të takoj Ismail Limerin dhe shkova e takova, tash, që kjo është e vërtet, kjo teatr po themelot, teatri i kukullave. I kukullave. Edhe shumë kush që kanë konkurua ty, kanë qenë ndërta shumë të mirë, po kur kanë thonë se ju do të lutni vetëm me kukullat, jeni animator, disa janë tërhik, po ne jemi pranu 15 vetë një grup, edhe shka është ma interesant, të nesërmen kanë dalë rezultatet. Kam shku 3 herë kom kjyrë lisën, asë një herë se kom po emnin tem. Tu që rrunë sytë, atë qka? Jo së mu që rrunë sytë, po kjyrsha në gjystet e poshtë. A në gjystet e nuk eksternal? Që kanë 10 edhe 11 dhe në 15. Edhe jëmë këthy edhe i herë, thash edhe unë këmë po diqka, një kolegit që sot edhe sot është bashkë me neve, Roza Berisha, se tash për 15 kemi metë vetëm 5. Veç 5. Faj Gashi, Valdet Rama, Roza Berisha, Avdia Zemi edhe unë. Dora vetë. Avni Hoti. Avni Hoti. Kjo është emni jam, pro se ata emna tjerë njën emna... Se që që në herë dërgjovës. Ata janë emna të stetit. Edhe... E janë emrat veprave të skenës. Po, ato janë personajët që unë i kom lujtë me shpirt, ju kom dha shpirtin tem aty në personajët. Edhe, kur shkova herë në 3 apo të 4-ën, ajo të dera. A i kishë po emnet, edhe në po këshyri, thash, hetha, po, ta isha pranu. Ti thash jo, tha, Avni Hoti, a jeti po, tha, këshyri që ka naltë. Vesh kom këshyrë 2 janë të marrë në, po u përmbojta, se kom qeni martu më atër. Ura! Shtë që... A je konë gutë më martua? Më gutën brëse djali pare kishin qef me pas i nuse, me pas një... Pse maj madhi je? Po maj madhi jem për vlasni. Vërtit? Po. Prindritu, sa fmi? Prindë të mi i kanë pas 10 fmi. Une jam tash hale fmi, se une kam njënën për i prindve gjallë, kam babën, respekt për to.